Dielli i mëngjesit ndriçonte butësisht bregun Koreal Beit. Rrezet e tij reflektoheshin me shkëlqimin në ujërat smerald të detit të Karaibeve. Adeline Morrison ecste ngadalë zbathur përmes rrërës së butë, duke ndjer çdo kokër të saj nën këmbë. Ajo ishte 48 vjeçe, me një karrierë në rojet bregdetare dhe shërbimin shkencor të ekspeditave detare pas shpine. Në fytyrën e saj vitet e dhimbjes kishin lënë vija të holla, veçanërisht rreth syve të saj, të cilët dikur shkëlqenin me një interes të madh për botën nën-ujore. 10 vjet kishin kaluar që kur burri i saj, Trevor dhe vajza e tyre 14 vjeçare, Lena, u zhdukën gjatë shujtjes në të njëjtin gjë. Moti sot ishte tmerrsisht i ngjashëm me atë të ditës fatale. Qielli i kthjellët, një fllad i lehtë, shikueshmëri perfekte. Adelina ngriu në buzë të ujit, duke mbyllur syt. Ajo ndjeu frikën që i ngrihej përsëri në stomak, si një tsunami gati për të përpirë. Pastaj ajo qëndroi të priste në anijen e marrë me qira, derisa Trevori dhe Lena të ktheheshin. 1 orë u kthye në 3. Bombolet e oksigjenit nuk mund t'i mbanin ata nën ujë për kaq gjatë. Ajo e dinte se diçka nuk ishte në rregull. Premtua se gjithmonë do të ktheheshit, përshpëriti ajo, duke kujtuar buzëqeshjen e sigurt të Trevorit. Trevori ishte më shumë se thjesht një zhytës i apasionuar. Kjo ishte rruga e tij profesionale. Ai ishte një shpëtimtar, merrte pjesë në filmime ndërkombëtare nënujore dhe konsultonte për sigurinë. Lena, megjithse adoleshente, ishte stërvitur me të atin që kur ishte 8 vjeçe. Ajo ndihej si në shtëpi në ujë. Adelina kujtoi thirrjen e dëshpëruar drejt të rojës bregdetare dhe operacionin e kërkimit që pasoi. Varka, helikopter zhytës, ata kontrollua detin për ditë të tëra, por nuk kishte asnjë gjurmë, as njerëz, as pajisje, as shenjë lufte. Hetimi i policisë zgjati me muaj. Adelina refuzoi të largohej nga Coral Bay. Mori me qira një shtëpi të vogël në breg, shpërndau fletushkat, telefonoi spitale, shkoi në zyra mediatike. Pas 5 vjetësh, çështja u pezullua. Detektiv Gregory Santos, i cili drejtonte hetimin, tha me rezervë: "Është e mundur që një rrym e fortë t'i ketë larguar shumë larg. Kemi eksploruar shpella, ishujt aty pranë, vijën bregdetare, të gjitha pa rezultate. Por Adelina nuk mund të pajtohej me këtë. Trevori e njihte oqeanin. Ai nuk do ta zhgënjente Lenën. Dyshimet ngadalë i gëryen besimin, siç gëryenin vala një breg me rër. Ajo la punën e saj me një ekip kërkimor detar dhe kaloi në aktivizim për ruajtjen e mjedisit jetësor. Megjithatë, ajo nuk hyri kurrë në ujë asnjëherë gjatë gjithë këtyre viteve. Sot, 10 vjet më vonë, ajo erdhi në breg me një kuti të vogël druri. Inicialet LM ishin gdhendur në kapakun e saj. Brenda ishte një përzierje dheu dhe hiri nga bimët që Lena i kishte kujdesur në kopshtin e saj. Adelina kohët e fundit kishte vendosur t'i kremonte këto kujtime të gjalla. Ajo planifikonte të shpërndante hirin në det si një lëmë të mirë për vajzën e saj. Por duke qëndruar pranë ujit, duart e saj nuk mund të ngriheshin për ta bërë këtë. Era i trazonte flokët dhe një konflikt po ndizej në gjoksin e saj. Ishte ajo gati ta lëshonte. Në ato moment telefonoi dikush në çantën e saj. Emri në ekran: detektiv Gregory Santos. Zemra e Adelinës u fundos. Gjatë 10 vjetësh, thirrjet nga Santosi ishin bërë gjithnjë më të ralla. Ato nuk sillnin kurrë shpresë, vetëm konfirmim të një tjetër rruge pa krye. Adelina, zëri i detektivit tingëlloi i tensionuar. Kemi një pistë të re. Kemi gjetur një mesazh në shishe nga një prej ishujve të Belizit, ndoshta nga Lena. Adelina mori frymë thellë. Një orë më vonë ajo hypi në varg me detektivin dhe oficerin Aura Velasquez. Policia e Belizit kontaktoi bazën ndërkombëtare pasi mësoi emrat në mesazh. U gjet nga një peshkatar vendas me emrin Luis Malazes në një plazh pranë ishullit të rrërës së Art. Letra brenda shishës ishte nga një ditar uji.
i njëjti që Trevori kishte mbajtur për dekada, por shkrimi i dorës i përkiste Lenës. Aty shkruaj: emri im është Lena Morrison. Im Trevor Morrison dhe unë jemi në një ishull të panjohur, diku në ujrat e Belizit. Ka shkëmbi të kuq në jug dhe një gji në formë patkoji në perëndim. Ka njerëz të rrezikshëm këtu. Ata merren me drogë. Ata nuk e dinë çfarë shkruaj. Nëse e gjetet këtë, ju lutem dërgoni ndihmë. Kemi qenë këtu për më shumë vite. Mami, nëse e lexon këtë, babi ende shikon yjet. Edhe nëse unë nuk i shoh. Lotët mbushën sytë Adelinës. Vajza e saj ishte gjallë, ose të paktën ishte kur e shkroi këtë. Fraza e fundit për Trevorin mund të kishte nënkuptuar se ai kishte vdekur. Nga ky moment filloi operacioni, me ndihmën e rojës bregdetare të Belizit, Interpolit dhe një peshkatari të vjetër me emrin Luis, i cili njihte ujrat si pëllëmbën e dorës. Zona e specifikuar, një mesazh ngushtoi zonën e kërkimit në një grup ishush në jug të RRS-art. Një prej tyre, ishulli Klariteti, ishte një gji në formë patkoj dhe ishte gjeologjikisht i famshëm për shkëmbit e tij që bëheshin të kuq në perëndim të diellit. Adelina dhe ekipi arritën në ishull në mbrëmje. Aty vun re një kasole të çuditshme pranë ujit, një adoleshent që po ikte dhe një zonë misterioze depozitimi me gur dhe kokosi. Brenda në mbulesë ishte kokain dhe pastaj konfirmimi nga adoleshenti, ai e njihte Lenën dhe ai e dinte se jarri Trevori ishte vrarë ndërsa përpiqej të dërgonte një mesazh. Zemra e Adelinës po thehej, por qëllimi i saj u bë i qartë. Lena mund të ishte afërt. Drita e kuqe, ndezëse e përmendur në mesazh rezultoi të ishte një dritë navigacioni, anije e përdorur për dërgesat sekrete të enjteve. Dhe sot ishte enjte. Vëzhgimi zgjati derisa u vendos errësira e plot. Papritur, dritat u shfaqën në horizont. 3 anije që po afroheshin, një jaht i madh dhe 2 anije shoqëruese me shpejtësi të lartë. Përmes pajisjeve të vizionit të natës, u bë e qartë se figura e një vajze u shfaq në kuvertën kryesore të jahtit, duke përpjekur me burrat që përpiqeshin ta zvarritnin përsëri në kabinë. Adelina shtrëngoi dylbit. Ishte Lena. Zemra e saj filloi të rrihtej si një daulle. Me sinjalin e detektivit Santos filloi një sulm i koordinuar. Forcat speciale u vendosën nga toka dhe helikopterët mbështetës u afruan nga ajri, ndërsa njëra nga varkat u përpoq të kthehej mbrapsht. Hidroplani bllokues u ul pikërisht para saj, duke bllokuar rrugën. Të shtënat e pren natën dhe pësoi një shkëmbim zjarri. Forcat speciale në mbulesën e dritave të kërkimit kryen një sulm rrufe. Brenda disa minutash, antarët e bandës armatosur u çarmatosën, u prangosën dhe u neutralizuan. Kur gjithçka u qetësua, 3 të burgosur u nxorën nga brenda jahtit. Midis tyre ishte Lena e raskapitur, por e padëmtuar. Operacioni ishte një sukses i plot. Kriminalët u ndaluan, pengjet u liruan dhe qëllimi kryesor, shpëtimi i vajzës, u arrit. Adelina dhe Lena u takuan mes rëmujës në mol, në përqafime përmes lohtësh dhe dridhjesh. Ata ishin përsëri bashk. 10 vjet më vonë, tani, rikuperimi, marrjet në pyetje, trajtimi. Do të ketë shumë hapa të vështirë përpara, por ata janë bashk. Kutia me hirin mbeti e paprekur, jo si lamtumir, por si kujtesë, se edhe në errësirë mund të gjesh rrugën e kthimit, nëse dikush nuk pushon kurse të kërkuari, dhe sidomos nëse është nëna jote. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ju lutem na tregoni në komente, dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë pëlqejeni dhe abonojeni në kanalin ton. Ju faleminderit.